Dhe në kjo se ne do t'i drejtojmë një protestë fuqishme përkundra grupeve mjaft fuqishme sot të krimit, janë krim organizuar. Dhe sot kemi një lajm që është mangur një atentat ndaj ish kryetarit të strukturës posaçme Altin Dumani. Atëherë ne duhet marrim masa që të vendosim ligje adekuate, të zbatojmë ato sa më shpejt, të mos guxojë njëri të sfidojë drejtsinë në një mënyrë të paprecedent më parë. Duhet kemi protesta dhe për një reformë administrative. Pra njerëzit duhet ta shohin veten në administratë të përjetshëm, të sigurt, të sankcionohen kush janë vendet politike në administratë dhe të mos kemi këtë dëm që kemi sjellë Shqipërisë, që kemi njerëz specialistë shumë të mirë, të cilët detyrohen të pajtohen me shkeljet ligjore për vendin e punës. Pra, kemi ata që na vjedhin nëpërmjet tenderave, po dhe atë komisione ka dhe njerëz që vën firmë me detyrim. Po se vure firmë, liro vendin e punës. Këto ne i dim, tani këtë duhet ta sankcionojmë me ligj, dhe kur protesta arrin një fitore, atëherë ajo ngel si mjet i fundit. Nëse grupet e interesit nuk janë përfaqësuar në parlament dhe nuk arrin dot në parlament të krijojnë edhe kohezionin, se tani kur ne themi në shoqëri të civilizuar, krimi dënohet kur zbulohet. Po dhe shejtanlliku në administratë apo në biznes nuk tolerohet më kur zbulohet.